Familjarë qytetarë të shumtë nderuan me homazhe e buqeta me lule veprën e rënjve të kombit dhe vëllezërve Gërvalla në ditën që shënon 32 vjetorin e vrasjes së tyre. Ndërsa e bia Jusuf Gërvalla si falenderoi të gjithë ata që vizituan familjen e saj në këtë ditë të dhimbshme për ta. Unë dhe familja ime ne jemi shumë mirënjohësie dhe mbas 32 vjetësh nuk ndalet lumi i njerëzve cilët përpiqen të na qëndrojnë në krah në këtë ditë që detyrimisht për ne si familje është mjaft e vështirë dhe mirënjohja jonë është e pafund sepse vërtet jo për shprehje të zakonshme të këtyre ditëve, por për krahja juaj na ndihmon ta kapërcejmë dhimbjen më lehtë. Homazhe dhe lule në shenjë nderimi pranë përmendores së vëllezërve Gërvalla dhe nënës Ajshe, vendosi dhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj dhe kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj. Njëra nga nishet e mëdha shqiptare të Kosovës e ka fillin e vet këtu në Dubovik. Jusuf Gërvalla, Bardash Gërvalla, Kadrizheka dhe brezi i tyre kanë trashue rrugën e lirisë, rrugë që dhe ne kanë ndjek me nder, plot shqiptar kudo, edhe në këtë tre, frash një nder me i bërë respektin edhe me e kujtue vlerën e madhe për liri të këtyre njerëzve të majtë kombit. Me emrin e tyre kanë rarë njerëz në luftën e Kosovës dhe për lirinë e Kosovës. Janë emrat maj dhe ne përgjithmonë do t'i respektojmë nga se janë meritorë për lirinë që sot e gëzojmë. E përpos familjarëve të Jusufit e bardhoshit ata që më së shumti e ndjenin mungesën ishin shokë të tyre të ngushtë, e me krenari i përkujtojnë sakrificat e shokëve të rënë. Me 17 janar 1982 në Gjermani ndodhi ajo që më e keqja, eliminimi i këtyre njerëzve, i këtyre atletarëve të jashtëzakonshëm. Deri atëherë, deri në këtë periudhë, migracioni shqiptar në Perëndim ishte i shpërndar. Jusufi bashkë me Kadriun e me shumë bashkëpunëtorë tjerë arritën që të krijojnë një unitet të përgjithshëm për çlirim. Sot i gjithë Duboviku i kujtonte me lavdi bie të cilët qyshmoti filluan rezistencën ndaj regjimit jugosllav dhe nëpërmjet organizimeve të ndryshme ilegale kontribuan në ndërtimin e shtetit tonë.